këto zgjedhje përkojnë me një moment të jashtëzakonshëm historik ku për herë të parë mundësia e hyrjes në Bashkimin Evropian të Shqipërisë është jo vetëm reale, por është aktuale. Nuk ka qenë deri më sot aktuale. Ka qenë reale, sepse në vimësi na është thënë dhe na është konfirmuar dhe rikonfirmuar nga partnerët tanë dhe nga Bashkimi Evropian dhe nga qeveria e Bashkimit Evropian, që është Komisioni Evropian në Bruksel, që Shqipëria e ka vendin në BE, që Shqipëria një ditë do jetë në BE, që ne ju duam në BE. Por kjo ka qenë gjithmonë një projekcion në të ardhmen. Sot ky është një moment ku kjo mundësi është aktuale. Është hapur një dritare që nuk do të rihapur për një kohë gjatë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar në radhë parë nga të gjithë ju dhe pastaj për t'ja bërë të gjithëve të qartë që tani është mundësia për të bërë histori dhe ka përkuar me një palë zgjedhje, sepse mund mos ishin zgjedhjet mes. Ne i kemi hapur negociatat vjetë dhe objektivi super ambicios i vendosur dhe i dakordsuar me Komisionin Evropian dhe i dakordsuar me udhëheqësit e shteteve anëtare, me kryesorët, unë kam folur personalisht dhe natyrisht përtej asaj që unë kam dëgjuar prej tyre, pa fjalën e tyre, Komisioni nuk mund ta dakordsonte që në fund të 2027-s të mbyllej negociatat me Shqipërinë. Pra, fund i 2024-s, fundi i 2027-s, faktikisht janë 3 vjet. Mund mos kishin qelluar zgjedhjet mes. Kanë qelluar zgjedhjet mes. Dhe është themelore që zgjedhjet ta konfirmojnë fuqishëm këtë vullnet përtej partive, përtej ngjyrimeve dhe preferencave apo pakënaqësive.